Dësojnë këto momente përpara bashkisë Durrësit për të kundërshtuar projektin që u shëmb atyre banesat. Sigurisht kemi dhe kolegën ton Albana Alie, me të cilën do marrim më shumë informacion. Albana, të përshëndes. Ju përshëndes, në fakt ditën e sotme janë ngritur në protest përfaqësues dhe banorë të lagjes numër 2, të cilët preken nga projekti i tij pikërisht rreth orës 12 pasi është duke u zhvilluar mbledhja e Këshillit Bashkiak brenda në ambientet e Bashkisë së Durrësit. Do kemi përfaqësues dhe zate të Durrësit të preken në projekt i pikë banesave të tyre dhe shpronësimin me vlerë të ulët pikërisht në të gjithë banesat të cilët do shemben. Për çfarë jeni mbledhur sot zonë? Për çfarë po protestoni? Çfarë kërkoni? Sot ne jemi mbledhur për shtëpiat tona, të rishikohet projekti, sepse po e bëjnë Durrësin pa dursak, po e bëjnë cop-cop, selektive. Tani po marrin vesh nga që kanë folë, që i kemi takuar, kemi fotografi dhe jemi dakord. Të vi poshtë Elio Jani e të shovi me kë ka qenë Elio Jani. Është një masakër. Antarët e Këshillit që si dalin janë komplet mashtruesa që po mashtron një popull. Ne nuk i ndajemi. O të rishikohet projekti edhe të shikojnë ato selektivet. Që shtëpia ime e din vetë ato për çaprishet. Për shtëpinë e Spartak Kovacit. Prandaj ne jemi këtu dhe do jemi për ditë këtu të rikthej të shikoj projekti, se nuk be si e duan këto. Këto duan të shami shtëpiat, për vjetë pallate, sakma është dëshira më e madhe e ditë madhit lartë. Sa i kanë nxjerrë VKM-n, shtëpinë time unë e kam me VKM. Kanë nxjerrë VKM-n, po më me prapë me VKM. Mendo se çfarë dallavere bën me VKM-t e veta. Mendo me popullin që po bën masakër. Turpi mbuloft, nuk kemi çfarë themi më. I kemi lënë Zotin që është lart. Brenda mbledhjes së Këshillit Bashkiak, tani që ne jemi duke protestuar këtu jashtë zyrave të bashkisë dhe jashtë mbledhjes së Këshillit Bashkiak, zëvendësi Emiriana Sakos, Elio Jani është shprehur në sallën e Këshillit Bashkiak se dëgjesat janë bërë me banorë dhe sa i ka foto, dhe ndërkohë përballje që pati çfarë me qytetarët nuk ishte as pak e di dhe asnjë nga këta qytetarë këtu nuk ka qenë pjesë e asnjë dëgjese publike, nuk ka qenë pjesë e asnjë konsultimi publik dhe nuk është pjesë e asnjë fotoje që Elio Jani pretendon se këta qytetarë kanë rënë dakord me projektin, kur në fakt dallohet shumë qartë që të gjithë qytetarët dhe 74 dhe 100 familjet e tjera janë totalisht kundra këtyre shpronësimeve të padrejta në mënyrë selektive dhe me çmime qesharake. Të gjithë qytetarët tani kanë pasur një përballje me ata këshilltar bashkiak, të cilët në media janë shprehur se i njohin këta qytetarë dhe se i kanë takuar. Ndërkohë, në këto momente që ne flasim, të gjithë antarët e Këshillit Bashkiak që janë shprehur se i njohin dhe kanë takuar këtë qytetar, nuk e njohin dhe as nuk kanë takuar asnjërin prej gjithsecilin prej tyre këtu. Ndërsa në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, antarë e Këshillit Bashkiak gjithashtu është edhe Xhilola Doçi, e afërmja e ish drejtorit të ysjesë Spartak Kovaçi, të cilit nuk i shëmbet shtëpia, pra cilësohet me të kuqe që objekti nuk prishet dhe ndërtesat në cilat janë brenda trullit të saj cilësohen si me qera. Pra kemi të bëjmë me një konflikt të pastë interesi dhe klientelizmi në të cilin ndodhet ky projekt dhe Këshilli Bashkiak në Durrës. Qytetarët po shprehin mendimin e tyre jashtë mbledhjes, kanë drejtuar pyetje të cilat presin që të marrin përgjigje dhe në rast se nuk do të marrin përgjigje, qytetarët pa diskutim do të përshkallëzojnë protestat dhe do të kërkojnë zërin e tyre deri në fund. Ka më konflikt unë shtëpia që nuk prishet, që po prishet shtëpia ime dhe ke vletore zyrtare e dashur, unë në shife. Edhe thot ke vletore zyrtare për këtë dy kacër, objekti nuk prishet. Do me thë shiko sa bukur i kanë kopsit këto. Sa është vlera shpronësimit për pronën? Për pronën time 64 metra trua, 27 milion lek të vjetë tra. Atere, do kjo të bëj projektin. Do mjapi mua këtu ke ballati, ke shkolla muzikës, një hyrje, një dyqan që nesër ikun. E do kjo? Ja të më nxjerë mua rrugëve kjo. 73 vjetë që të më nxjerë rrugëve kjo. Jo kjo, se mund të më nxjerë edhe VKM-ja e Edi Ramës. Se me VKM-ja kam unë këta. E me VKM po më merë. Atere, me që Dukati i pritë dhe ne kështu do i presim. Spartak Kovaçi, si drejtori i ysjesit, ky është një tim nga Spaku. Edhe të